Besimtarët ortodoks kanë kremtuar ngjarjen më të madhe të historisë së Krishtërimit, lindjen e Krishtit. Mesha e Krishtlindjes në Katedralen Ngjallja e Krishtit është mbajtur nga mitropoliti Korçës, hirësia e tij Mzot Anastasi, i cili dha mesazhe të forta lidhur me plagët e shoqërisë dhe mbrojtjen e familjes. Nuk mund të kremtojmë Krishtlindje pa u ndalur me ndershmëri përballë realitetit që jetojmë. Varfëria, vetmia, pasiguria, largimi i detyruar nga vendi, si edhe plagët morale dhe shpirtërore të shoqërisë sonë, janë sfida që kërkojnë jo vetëm fjalë të bukura, por përgjegjësi shoqërore, ndërgjegje të zgjuar dhe dashuri konkrete. Në këtë kontekst, familja mbetet vendi i parë dhe i pasëvërtësueshëm, ku misteri i mishërimit bëhet i prekshëm. Ajo është pisha e vogël, hapësira e parë e dashurisë, besimit dhe edukimit të personit njerëzor. Megjithatë, sot familja përballet me sfida të rënda dhe të shumta. Modele të huaja ndaj traditës shpirtërore të popullit tonë, rryma ideologjike dhe ligje të frymëzuara prej tyre, që relativizojnë martesën, prindërimin dhe vetë kuptimin e personit njerëzor, rrezikojnë të zbehin identitetin e familjes si bashkësi dashurie dhe jete. Në maskën e lirisë shpesh shihet një përpjekje për deformimin e natyrës njerëzore dhe shkëputjen e njeriut nga rendi i krijimit të Perëndisë. Besimtarët janë lutur për paqe, shëndet e harmoni, ndërsa kanë marrë edhe kungatën e shenjtë në përfundim të meshës, e kanë ndezur qirinj në këtë ngjarje të madhe të lindjes së Krishtit. Krishtlindje të mbara, të gëzuara për të gjithë, qoftë e bekuar dhe e mbarë. Urojmë besimtarët gëzuar Krishtlindje, një vit të mbarë me dashuri, plot dëshirë, shëndet edhe gjithë të mirat. Sipas traditës, besimtarët ortodoks në qytetin e Korçës vijojnë festimet në familjet e tyre duke shtruar drekën e Krishtlindjes.